إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Jetojmë në këto ditë të mëdha, ditë të zgjedhura të Allahut subhanahu wa taala, ditët më të mira të vitit që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Jetojmë në 10-in e Dhul Hijjes, në muajin e Haxhit. Të 10 ditë I ka veçuar Allahu Gjelle Gjelaluhu nga ditë të tjera. Dietarët e muslimanëve janë mundu të nxjerrin vlerat, begatit, veçoritë të cilat I kanë këto ditë te Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë dietarët, prej vlerave të këtyre ditëve është se Allahu Gjelle Gjelaluhu është betu në këto ditë. Ka thënë Allahu wal fajr wa layalin ashr, pasha agimin, pasha mëngjesin dhe pasha 10 ditët. Në atë çka betohet Allahu subhanahu wa taala është çështje shumë e rëndësishme, është punë shumë e madhe. Meqense është betu Allahu subhanahu wa taala në këto ditë, janë ditë të mëdhaja dhe me vlerë shumë të Allahu subhanahu wa taala, ditë ku begatit, mirat, shpërblimet, sevapet shumë fishohen te Allahu subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët të 10 ditë janë 10 ditë e Dhul Hijjes. Me polemik me dietarëve, thotë Ibn Kathiri rahimahullahu taala se këto janë 10 ditë e Dhul Hijjes. Prej vlerave tjera të këtyre ditëve është se këto ditë janë ditët e njohura. Tha Allahu subhanahu wa taala ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. Që të dëshmojnë menafia lahum, dobit e tyre. Kanë thënë dietarët që të përfitojnë muslimant prej vizitës së Qabes, të përfitojnë përfitimet e tyre, përfitimet e dinit, të fesë Allahut subhanahu wa taala, të fitojnë shumë në fenë e Allahut, për shkak se ato adhurimet që bëhen në Qabe nuk bëhen askund tjetër dhe janë të veçanta, dhe për këtë shkak janë ditë të njohura, të dalluara te Allahu subhanahu wa taala, që të përfitojnë muslimanët në aspektin e fesë dhe të përfitojnë muslimanët pastaj edhe në aspektin material në shitblerje pas haxhit. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, dhe ta përmendin emrin e Allahut në ditët e njohura. Pra ta përmendin Allahun në ditën kur e thërin Kur'anin në madhnim ndaj Allahut subhanahu wa taala, për atë çka I ka furnizu Allahu prej begative. Pastaj Allahu tha, hani prej asaj që keni thërë dhe ushqeni të varfërit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej vlerave të tyre ditëve është se këto ditë janë ditët më të mira të vitit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
fama min ayamin al-amalu salihu fiha habba ila Allah min hadhihi al-ayami. Nuk ka ndonjë ditë në të cilat vepra është më e dashur te Allahu se sa këto ditë. I thanë sahabët e Rasulullah, as gjihadi fi sabilillah, tha as gjihadi fi sabilillah, pos në qoftë se njeriu del me pasurinë e tij, me vetën e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Dhe nuk kthehet me asgjë. Pra, çka do që të bëjmë për veprave ditë të tjera, nuk krahasohen me këto ditë. Për shkak se kanë thënë dietarët, shpërblimi në këto ditë është shumë fishohet shumë. Dhe këto ditë janë të veçanta. Dhe për këtë shkak besimtari duhet maksimum ta shfrytëzon në adhurim, në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përmendëm edhe në ligjëratën javore, mas pakti të lëm diçka trashëgimi për këtyre ditëve që të na mbesin në rutinat tona ditore edhe jashtë këtyre 10 ditëve. Që të shkojmë duke u përmirësuar. Çdo herë të jetë diçka prej neve në këto ditë të veçanta, në këto ditë të zgjedhura të Allahut subhanahu wa taala. Prej veçorive dhe vlerat të këtyre ditëve është se në këto ditë është dita e Arafatit. Është dita e Arafatit. Ditën e Arafatit Allahu subhanahu wa taala krenohet para melaçeve me ata që janë në Arafat. Allahu lavdrohet para melaçeve me ata që janë në Arafat. Dita e Arafatit është dita që Allahu më shumë t'i liron rob prej zjarrit të xhenemit. Allah na liron prej zjarrit të xhenemit, ya Allah. Allah na mundsoft të vitojmë në Arafat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi në ditën e Arafatit shpresoj që t'i fal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Këto 10 ditë mos me pas ndonjë vlerë tjetër hiç. Jashtë se këto ditë është dita e Arafatit, mjafton si vlerë. Mjafton si vlerë. Mjafton që Allahu me u lavdru me ata që janë në haxh, me ata që janë në Arafat, me ata të cilët i kanë ngrit durt për të Allahut dhe kërkojnë prej Allahut më afal mëkatet. Mirpo, për këtë vlerë, këtë shans mundim me shfrytëzu edhe na që jemi në Arafat. Me çka? Me adhurim, me istighfar, edhe pse nuk krahasohemi. Nuk krahasohemi me qëndrimin aty që në Arafat. Mirpo, mundim mu përpjek, mu mundu me bëj shumë istighfar që Allah më na i fal mëkatet. E tha pejgamberi sa stem, shpresoj që dita e Arafatit të jetë falëse e mëkateve të vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Vlerë për vlerat të këtyre ditëve është dita e kurbanit. Dita e parë dhe dita e dytë. Transmeton hadith Abu Davudi edhe Nesaiu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'zamu al-ayami 'inda Allahi yawm an-nahri thumma yawm al-qirdi. Ditët më të mëdha te Allahu janë dita e Bajramit, dita e thirrjes së kurbanave, edhe dita e dytë e kurban Bajramit. Ditët më të mëdha. A ditë thirrjet kurbani për me madhnu Allahu subhanahu wa taala. Për me madhnu Allahun xhela xhelaluhu. Mjafton edhe kjo si vlerë që besimtari të mundohet në maksimum të shfrytëzon këtë ditë. Pse këto ditë janë më të mëdha te Allahu? Pse në këto ditë veprat janë më të dashura te Allahu subhanahu wa taala? Kan thënë dietar, për shkak se në këto ditë grumbullohen adhurimet më të mëdha. Adhurimet më të mëdha. Në këto ditë kryhet namazi. Këto ditë mundet më dhënë zakati sadakaja. Në këto ditë bëhet edhe agjërimi. Këto ditë bëhet edhe haxhi. Në ditët tjera nuk grumbullohen bashkë. Ata që janë haxh, ata që janë Kabe, ata që qëndrojnë në Arafat, atë ditë, në ato momente, adhurimet që ka mundën me i ba, su në i bojnë ditëve tjera. Su në i bojnë ditëve tjera. Jashtë taksaj, vlerat të shumëta, shumë fishim i shpërblimit të Allahut për ata që janë në Kabe. Apo e dim namazi në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe adhurime mbi adhurime që i bëjnë ato kanë thënë për shkak se mblidhen adhurimet më të mëdha në këto ditë,
këto ditë janë të veçuara te Allahu subhanahu wa taala. Pra, e tekëm se këto ditë janë ditë më të mëdha te Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak, thënë dietarët, është e rrugës që besimtari mos t'i kalon këto ditë për së koti. Është e rrugës që besimtari këto ditë ta lidhë rrypin mirë edhe të adhuron Allahun subhanahu wa taala. Ta shton istighfarin, të shton adhurimet, ta shton sadakan, ta shton namaz, të shkon vlera tjera që na ka lënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej punëve më të mira që besimtari mundet me i bën në këto ditë është kryerja e haxhit dhe umrës. Allah na mundsof me kryerje dhe haxh edhe umre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-umratu ila al-umra katharatun lima baynahuma wal-hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Muttafaqun alayh. Imam Bukhariu dhe Muslimi transmetojnë hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Umra deri në umre është pastruese e mëkateve." Umra deri në umre është pastruese e mëkateve. E bën një umre, pastaj kjo periudha prej numrës parë deri në numrën tjetër kur shkosh, ajo umra tjetër pastaj ti fal mëkatet. Ti fal mëkatet. Ka thënë: "Wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Kurse haxhi me brur, çka është haxhi me brur? Haxhi me brur është haxhi i cili është i kryer sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sipas udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka lëshime në to, dhe nuk ka mëkate në to, dhe nuk ka harame në to. Haxhi me brur, haxhi i pranuar te Allahu nuk ka shpërblim tjetër jashtë se xheneti. Jashtë se xheneti. Këto janë ditët më të mira. Kjo është vepra më e mirë që mund të bëj në këto ditë. Tjetër, prej veprave madhështore është agjërimi. Thotë Imam Nevaviu, agjërimi është mustahab i fuqishëm. Është sunnet i fuqishëm me u agjërue në këto ditë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi." Tha çdo vepër e birit të Ademit është e tina, përpos agjërimit. Agjërimi është i imi, unë shpërblej për ta. Pra, gjitha vepra tjera janë, edhe agjërimi është i robit, edhe agjërimin e ban robi, edhe vepra tjera i ban robi. Mirë po, për shumë vepra i dim shpërblimet. Kurse për agjërimin nuk e dim. Veç Allahu e di se qysh ka me shpërbly agjërusin. Veç Allahu e di qysh ka me shpërblyje agjërusin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që dita Arafatit të jetë agjërimi ditës Arafatit të jetë pastruese e mëkateve të një viti të kaluar edhe të vitit të ardhshëm. Ka thënë dietar, prej punëve të mira që mundet njeriu me i bën këtë ditë, prej më të mirave është namazi. Është namazi me xhamat në kohën e vet. Dhe është shtimi i namazit. Me bën namaz nafile. Jashtë namazit që i falim, me bën shumë namaz nafiles. Pse? Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë vepër me të cilën më afrohet robi më të mirë se sa me atë që e ka bërë obligim. Pra sendin më të mirë që ka mundur me e bërë robi për Allah, për me arrit kënaqësinë e Allahut, më të mirën çka e bën është me i kry farzët. Te namazi më i sendi më i mirë është me kry farzin. Pastaj thot, vazhdon robi të më afrohet me punë vullnetare, me vepra vullnetare. Në qoftë se agjërimi është më i miri dhe me një vjen pas tauhidit dhe shtylla e Islamit, edhe nafilja më e mirë është e namazit. Me po namaz shumë. Edhe se për neve është e panjohur kjo. Mi po ka të selefi të muslimanët e parë, jo të dietar të muslimanët e parë, të muslimanët e parë. Nuk ka kush me qenë dietar që me bëj shumë namaz. Të muslimanët e parë ka qenë e njohur me bëj shumë namaz nafile. Namaz natë edhe namaz nafile. Me fal drekën, e kryen drekën bismillah, Allahu akbar, ka 2 rekat tërë në kindi mu fal. A kena po ndonjëherë me syna? A na ka ndonë ndonjëherë me po dikan? Ose me ndëgju për në gjeneratën tonë, dikush që prej në drejkë, deri në kindi fal namaz nafile. Ja, Allah, po ne fala drejkën, kry qaqë, pësos. S'na ka rastis me ndëgjua. Ose me pa me sy. A nuk kanë një vepër më të madhe te Allahu se kjo. Po po namaz nafile. Zejnul Abidin ka fal 1000 rekat. Është transmetues i ka fal 1000 rekat gjatë ditës dhe gjatë natës. Dhe ka shumë transmetime, shumë transmetime. Prej të parëve tanë, të muslimanëve të parë,
që i kanë falë ka 200, ka 300 recate në ditë. Ka 200-300 recate në ditë, ka 100 recate, 50 recate. Fisabilillah, i kryen obligimin, i kryen sunet çka sunet, me falë dhe sunet që falë mas drekës, edhe mas akshamit, edhe mas jacis, edhe para drekës, edhe mas para sabat. Na dhe për këta s'kena nishëm, apo. Na s'po shohim edhe shumë që e falë ato sunet që janë të njohura, 2 sunet sabajt, sunet të drekës, 4 para, 2 për mas, sunet të akshamit, sunet të jacijës, vitrin. Na dhe edhe për këto s'po nina shumë, apo. Na për këto s'na të ni, ne ja të folë tash për me falë na file kështu ka 200-300 qera. Plus me falë tjera. Mos me bë punë diskutabile këto meselë të çështën e sunetit, me falë, mos me falë. Do të më fshi prej krye. Do të më fshi prej krye mundësinë mos mu fal suneti. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Me i marr lakmi gjeneratat më të vjetra. Që s'bojnë dallim mes farzë dhe sunetit. Krejt do të mi falë. Me sunet, me farz, me tesbih, me krejt. Pik për pik e mi bërë. Edhe na mundohemi me ju dhon pak ilm, se ata s'dim, thonë, jo, ma këto mundesh dhe mos mi falë. Na i mësojnë atë që mos mi falë, se mundesh, ma ki pun i le. Ka pun, s'ka pun, o i zanë, nuk o i zanë. Kja me të shpia u kallë. Si lanë sunet, Allah. Gjenerat e vitra nuk i lanë sunet. Plakat nuk i lanë sunet. Pa ani se mund se si të mujtë, jo bes, krejt me i falë. Edhe na duhet me e fshi mundësin që mos me i falë sunet. Po me shtim në opcion me i falë ka ja 200-300 tjera plus. Se me këtë e ngritim gradën të Allahu subhanahu wa ta'ala. Në këto ditë është prej sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shtu tekbirin. Me bo tekbir shumë. Me bo falënderim Allahu akbar shumë. Elhamdulillah shumë. La ilaha illallah me bo shumë. Edhe vetë, edhe me ngritë zanët. Transmetohet që Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu në këto ditë nuk ka pas në ndonjë pozicion apo vetë të cilën është ka rastis me ndodh, vetë se ka bo tekbir. Edhe i ka dëgjuar të tjerët. I ka nxitur të tjerët, ka dalë në pazar, ka bo tekbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, lillahi alhamd. Edhe kur është shtrim me fletë, edhe kur është hunxh me hang bukë, edhe kur ka ecë, edhe kur ka pushu, edhe kur ka hyrë, edhe kur ka dalë. Në këto ditë në maksimum. Pse? Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'kthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Shtojni në këto ditë tekbirin. Shtojni në këto ditë Allahu akbar. Shtojni në këto ditë la ilaha illallah. Shtojni në këto ditë elhamdulillah. Shtojni, mos ju vjen marrë. Në qoftë se nuk ju vjen marrë të devijumve, të degenerumve, me paraqit mëkatin, degenerimin, hidhrimin e Allahut, dhe mu lavdru me ta, me në ardhë neve marë për tekbirin. Kur tesni me kërë në për qytet, kur tesni me kërë, lëshojni tekbirat qytet edhe qelni gjamat. Qose ju vjen marë kështu me goj, qelni gjamat edhe tekbir. Përkujtojni njerëz ta përmendin Allah s.w.t. dhe mos ju vjen marë. Edhe pse elhamdulillah vëllezërit vjetë kanë bërë dhe kanë dhënë nëpër pazar, nëpër rrugë kanë ecë, kanë bërë tekbira. Kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po për shkak të gurbetllëkit të fesë Allahu subhanahu wa taala, sot muslimanët vjen marrë i bë disa vepra, të cilat janë madhështore te Allahu subhanahu wa taala. Në këtë ditë vlerë të madhe kanë edhe sadakaja. Në të gjitha ditë, me veçanërisht në këtë ditë, me dhënë sadaka. Mos më i haru të varfrit, mos më i haru nevojtarët. Mos me i haru të burgosit, mos me i haru të smuntit. Mu mundu maksimum, me mundësit tona, pak, me dhanë, fi sabilillah. Alusëm Allah që Allah të falë më këtë tona, wa subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.